Nominimi i kësaj jave në Big Brother VIP5, i cili ka vendosur përballë njëri tjetrit Mateon dhe Stenaldon, por rezulton një garë mjaft e fortë dhe e paparashikueshme. Të dy banorët rrezikojnë eliminimin, por mbështetja e publikut duket se është e ndarë në mënyrë thuajse të barabartë. Në një sondazh të zhvilluar së fundmi në rrjetet sociale përgjatë 24 orëve, rezultatet vizuale tregojnë një diferencë minimale. Mateo kryeson me një avantazh të lehtë prej 52% të votave, ndërsa Stenaldo e ndjek nga afër me 48%. Kjo përballje e ngushtë në shifra tregon një situatë interesante, veçanërisht duke marrë parasysh mbështetjen që Mateo gëzon jashtë shtëpisë, ndikuar fort nga dinamika dhe lidhja me Brikenën. Megjithatë, diferenca e vogël në përqindje e bën këtë një nga televotimet më të paqarta të këtij edicioni. Kujtojmë se dyshja përfundoi në këtë nominim kokë më kokë, pas zgjedhjes së Rogertit, i cili në cilësinë e liderit të javës pati fuqinë të i dërgonte ata drejt për drejt në rrezik për të lënë shtëpinë. Mbetet për tu parë cili do të jetë vendimi përfundimtar i publikut në spektaklin e radhës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.